Veteranët e futbollit të Gostivarit zhvilluan sot një ndeshje miqësore me veteranët e futbollit nga Republika e Turqisë. Kjo përballje para e këtij lloji që organizohet në Gostivar u mbajt në stadiumin e qytetit në kujdesin e Federatës së Futbollit të Maqedonisë dhe Lidhjes Komunale Futbollistike të Gostivarit. Kryetari i Lidhjes Komunale Futbollistike të Gostivarit, Berat Ismaili, theksoi se qëllimi i këtij aktiviteti është forcimi i miqësisë, promovimi i respektit të ndërsjellë dhe nderimi i futbollistëve gostivaras veteran, të cilët kanë kontribuar dhe vazhdojnë të kontribuojnë në zhvillimin e futbollit në qytet dhe më gjerë. Lidhja Futbollistike Komunale e Gostivarit organizon një ndeshje në mes veteranëve të vendit tonë dhe veteranëve nga Republika e Turqisë. Kjo ndeshje ka rëndësi të veçantë sepse fillimisht përkujtoi miq lojtarët tonë, legjendat e futbollit Gostivarit, edhe gjithashtu në gjithë kohë i nderojmë të njëjtit. Nëpërmjet kësaj ndeshje krijohen ura të reja, miqësi të reja dhe projekte gjithashtu për zhvillimin e futbollit në Gostivar. Para nisjes së takimit, përfaqësuesit e të dyja palëve ndanë mirënjohje dhe plaketa, duke vlerësuar bashkëpunimin dhe miqësinë mes tyre. Më pas në fushë zbritën futbollistët veteran nga të dyja skuadrat, duke ofruar një paraqitje sportive dhe miqësore, siç u theksuar nga organizatorët. Synimi kryesor i kësaj ndeshje nuk ishte rezultati, por kultivimi i miqësisë dhe respektit ndërmjet të dy vendeve.